Emigracioni dhe plakja e popullsisë po kthehen në një sfidë serioze për Shqipërinë. Gjatë prezantimit të raportit të Bersh, guvernatori Gansejko tha se në 3 dekada popullsia është paksuar me 1/3 dhe është plakur duke arritur në 43 vjeç. Popullsia ka ardhur në rënje të vazhdueshme, ndërkohë që mosha mesatare po rritet me shpejtësi. Regjistrimi i popullsisë i vitit 2023 evidenton rreth 2.4 milion banor, afërsisht 1/3 më pak krahasuar me vitin 1990. Ndërkohë mosha mesatare ka arritur pothuajse në 43 vjeç. Sipas raportit, Shqipëria dhe Kosova janë 2 ndër vendet mes ekonomive të Bersh me shkallën më të lartë të emigracionit dhe si shqetësuese përmendet fenomeni i largimit të qytetarëve të arsimuar, që prej vitit 1990 rezulton se Shqipëria ka humbur rreth 40% të popullsisë nga emigracioni dhe Kosova rreth 50%. Kreu i Bankës Qendrore sugjeroi ndërmarrjen e masave për të adresuar këtë problematik. Emigracioni, dikur i konsideruar si faktor lehtësues për papunësinë dhe për varfërinë, po shfaqet gjithnjë më shumë si një sfidë strukturore. Rritja ekonomike e qëndrueshme, nivelet historikisht të ulta të papunësisë dhe mungesat e fuqisë punëtore në sektorët të kyç i kanë bërë më të dukshme pasojat afatgjata të ndryshimeve demografike, si për bizneset, ashtu edhe për familjet. Sipas përfaqësuesit të Bersh, plakja e popullsisë ndikon direkt edhe në rritjen ekonomike dhe për këtë duhet që të ndërmerren masa të menjëhershme. Plakja e popullsisë mund t'i heqë rreth 0.6% i rritjes vjetore ekonomike, pra nga 4% në 3.6%. Ky është një efekt i menaxhueshëm. Më problematike janë pasojat mbi pensionet dhe shëndetësinë. Zgjidhja më premtuese është rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës të grave dhe të moshuarve, siç ka ndodhur në Japoni dhe vendet nordike. Por kjo është politikë e vështirë për shkak të pensioneve, shëndetit dhe moshës reale të daljes në pension. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka dhënë një financim rekord prej 217 milion eurosh për Shqipërinë gjatë vitit 2025, kryesisht për projekte në sektorin e transportit dhe të energjisë. Atëherë, rikthehemi të pjesës së dytë civiz, të jemi te fusha jote direkte, po duket që nuk është thjesht një studim, është një alarm i fortë që vjen nga Banka Qendrore. Alarm shumë i fortë për disa arsye, por nisem nga arsye e fundit, nga ndikimi që ka në gjithë skemën e pensioneve dhe vështirësitë që ne mund të kemi. Që një skemë pensionesh të funksionojë normalisht, duhet të jetë raporti një përfitues 3 deri 3.5 kontribues. Ne sot e kemi 1 me 1.17. Pra e kemi në 1/3 funksionimin e kësaj skeme. Dhe plakja e popullsisë e bën koston e gjithë mbështetjes sociale, ku përfshihen edhe pensionet, të jashtëzakonshme. Dhe sa për të kuptuar shkallën, reforma e fundit që ne bëm te pensionet, daton diçka shumë se një dekadë. Pra nuk është se ka shumë vite që ne bëm një reformë strukturore të pensioneve, që u tham që dolëm nga një farë mënyre nga kriza, ato 2014-2015. Mendo, në 10 vjet jemi prapë në kushtet që jemi dhe një reformë strukturore prapë është shumë e vështirë, se kërkohet një ndërhyrje më e madhe. Nga ana tjetër, u përmend edhe fakti i ndikimit në rritjen ekonomike. Natyrisht, nëse ne kemi një fuqi punëtore gjithnjë në ulje, kur them fuqi punëtore kam parasysh punonjësit të gjithë kategorive, natyrisht që ekonomia do prodhojë më pak. Kështu që të gjithë faktorët e krizës demografike që ne kemi, po të shikosh pemën demografike të Shqipërisë, ai bredhi i zakonshëm, ai duket një bredh kështu, ka 2 gropa të mëdha dhe pastaj një ulje për tokë. Dhe natyrisht gati bredh po bëhet gjë drejt dhe së fundit do bëhet një skemë e tillë. Pra mosha 50 deri 70 apo 80, do zëri mbi 50% popullsisë dhe mosha që duhet të jetë mosha kontribuese, mosha aktive punës, mosha që e mban gjallë ekonominë, natyrisht po vjen duke u zvogluar. Dhe si dilet nga kjo? Unë mendoj që situata është shumë e vështirë për të menduar që ka një dalje afatshkurtër. Sepse ti do të falimentoj skema e pensioneve? Po, presionin dhe skemës pensioneve... Faliment i shtetit social? Tani është po. Po, unë nuk mendoj që ne, për paktën për një periudhë 10 ose 15 vjeçare, mund të dalim nga një skemë shumë e fortë e mbështetjes sociale. Pra, atë që themi
kolona e dytë që pensionet suplementare ose pensionet e kapitalizuara, pensionet private, janë një zgjidhje e një perspektive afatmesme ose afatgjatë për një periudhë të paktën deri 10 vjeçare. Me këtë situatë demografike që jemi ne dhe këtë raport midis kontribuesve dhe përfituesve, pa një mbështetje të fortë buxhetore dhe pa një logjik të mbështetjes sociale, kjo skem nuk funksionon dhe është shumë e vështirë. Zëre Zudja, temi këto shifrat që janë sugjeruar qeverit, instati që bën, thjesht bën shifra, po ka dhe sugjerime, ku duhet vendosur vëmendja e qeverisë të rast. Në fakt, instati bën shifra, nuk bën sugjerime. Por, duke ofruar shifrat, jep sinjalin që në këtë situatë çfarë duhet bërë. Unë këtu do shtoj edhe një faktor tjetër në analizën edhe tek pema. Në fakt, po të shikojmë pemën, grup mosha 60, 65, 70 është piramida më e zgjeruar, por duhet sjellim në vëmendje edhe periudhën e baby boomit, pra të lindjeve të cilat arritën pikun në vitet 60-65, të cilat është kjo grup mosh që i përket tani që në një farë mënyrë është grup mosh pensioni. Pra 60, 65 apo ose prak pensioni. Kështu që në këtë drejtim, duke ofruar shifrat, ne ofrojmë informacionin që kjo është situata. Ndërkohë, po ofrojmë shifra cilësore për të marrë disa vendime të bazuar mbi fakte. Reforma e pensioneve është në proces diskutimi, duhet ngjetur metodat më të mira për të diskutuar, ka modele të cilat mund të jenë pensionet vullnetare, të ofruar nga vetë bizneset, me kontribut personal, të cilat mund të jenë një lloj, të themi, sugjerimi zgjidhjeje, apo reforma të cilat duhen diskutuar dhe duhet menduar. Sot për sot reforma e pensioneve apo kontributet e pensioneve në Shqipëri konsiderohet nga metodat më të mira, sepse është generative, pra është kontributive si pjesë e reformës. Në situatën që jemi në kushtet e ndryshimeve demografike, patjetër që studimet duhet të sjellin metoda të reja që t'i përshtaten pikërisht kësaj situate. Kështu që kjo është... Gjergj, megjithatë, ajo që më befason në Shqipëri mas kaq vitesh, është që këtu mungojnë studimet e para, mungon ekspertiza. Shpeshherë edhe në gjërat që dëgjojmë nga propozimet që vijnë nga qeveria, më duket më tepër gjëra spontane, se sa gjëra me bazë të fortë dhe solide që shohin për te një 10 vjeçari. Pra, okej, unë e kuptoj atë paketën e maleve, po nuk e kam kuptuar kur si një taksa pagues shumë i rregullt dhe relativisht i nivelit lartë taksave, nuk e kam kuptuar kur pse një person i cili paguhet më shumë përfiton shumë më pak se që normalisht logjika thotë që duhet përfiton. Dhe pra dalin të ato zonja dhe uli që pse nuk stimulohen ku diun skemat e pensioneve private, pra stimulohen siç ndodh në Amerikë, për shembull me pensionet private që janë baza kryesore e jetës pasi del në pension. Pra nuk është ajo që ti merr nga shteti. Nuk kemi akoma pensione private në kuptim mirëfillt. Ka, por nuk janë, duhet diçka stimulohet nga shteti. Duhet institucionet që të menaxhojnë pensionet private. Modelin e pensioneve ne kemi të qartë që ata që paguajnë më shumë praktikisht kompensojnë se paguajnë për ata që... Patjetër, po duhet kontribuojnë dhe për veten e tyre, më. Mendoj unë. Shiko, kur mbaj mend kur kam qenë këshill bashkiak, erdhi një moment, një ditë u irritova shumë edhe thash, po unë nuk e marr vesh, më shumë kohë harxojmë në vendime se si t'i zgjidhin problemet atyre që kanë shkel ligjin, sesa për ato qytetarë që zbatojnë ligjin dhe paguajnë takset dhe tjera. Se u bë qesharake, domethënë gjej një zgjidhje për këtë grupin, gjej një zgjidhje për këtë, dhe ishin gjithë grupe që... Legalizim, unë kam një epitet për këtë, legalizime. Kështu që në Shqipëri në këtë, ne mund të kemi një metodë mirë të pensioneve, por është praktikisht e bazuar në që ata që marrin më shumë kompensojnë për pjesën tjetër. Jam dakord që zgjidhja duhet filloj sa më shpejt, duke marrë parasysh dhe problemin demografik, duhet kaloj edhe tek modelet e pensioneve private, ajo që po përmend në Amerikë, mos gaboj, quhet 401k-ja. Edhe prindërit e mi për shembull që kemi jetuar jashtë dhe sot jetojmë në Shqipëri,
edhe ata këtë kanë përdorur, domethënë. Kështu që është diçka që për mendimin tim është emergjent, është super e rëndësishme dhe duhet, siç edhe profesor Civici, duhet trajtuar sa më shpejt. Në fakt unë kur gjej kryeministrin çdo vit që jep ca lek dhurat pensionistëve në fund vitit, me shaka i them fëmijëve të mi që ju do t'i paguni këto që merr gjyshja. Këto që merr gjyshja sot. Pra edhe paguin nipat e mbesat. Po, tani në thelb të krizës ta quajmë, se jemi tamam në krizë. Jo, që alarm serioz, dhe edhe bergjet e banka qendrore. Në themel janë dy probleme në fakt. Problemi i parë është demografik dhe siç e shpjeguam që tani në këtë dekadë e fundit ka hyrë në rrjedhën strukturore të migracionit. Pra nëse 2 dekadat e para ishin vajtje me shumicë të njerëzve për të gjetur një vend për të rregulluar, ndërsa tani janë stabilizuar, kemi bashkimit familjare, kemi fëmijë që mbasi mbarojnë shkollën e mesme, dërgohen për studime jashtë, mbarojnë studimet atje, rrinë atje me punë, dhe kështu që njerëzit të cilët ky brez i ri, pra, i cili do punojnë, se këta do punojnë që të marrin pension, pensionistët. Ky brez i ri, pra, po shkon po punon jashtë. Ky është një problem që është problem demografik dhe ky nuk zgjidhet me skemën e pensionit. Jo, ky zgjidhet me sistemin e pagave. Duke krijuar një oportunitet e investimesh, klim të mirë për biznesin e tjera. Pra është një problem më i madh. Ndërsa problemi tjetër është që edhe këta njerëz që punojnë faktikisht nuk japin kontributet aq sa duhet. Nuk është faj tyre, është faj punëdhënësve tyre, të cilët për shkak është dhe faj shtetit që patjetër. Pas 35 vjetësh duhet ta, në kohë që s'la pront pa lishme, pa legalizuar, nuk formalizon dot ekonominë. Dhe është një problem masiv, sepse vetë fakti që her pas here Ministria e Financave zhvillon kontrolle dhe gjen shumë biznese të cilët raportojnë atë rrogën minimale që i ka caktuar shteti, dhe prandaj u rrit dhe rroga minimale tani 500.000 vjetra në muaj. Dhe ndërkohë ata paguajnë për shumë dihet që punëtori i ndërtimit nuk punon me 300.000 lekë. Dihet që punon me i pagë shumë të lartë, por ata raportojnë vetëm 300.000 lekë. Pra, janë dy probleme këto, vetë problemi demografik dhe problemi i evazionit fiskal që ka qenë shumë masiv dhe mbetet shumë masiv, dhe ndoshta rritja e dyshemesë së pagës tek 500.000 lekë vjetra, ndoshta do ndikojë pozitivisht, megjithatë afatgjatë pa pensione private, me këto pensionet shtetërore, brezi që do vinë mbas nesh do ta ketë vështirë. Një shtesë përveç kësaj, domethënë po të shikosh çka kanë bërë vende të ndryshme, që janë përballur me situata të tilla demografike dhe për të zgjidhur çështjen e pensioneve, shkojnë edhe çik më lart se sa kjo që po themi ne. Kanë krijuar të gjithë fondet sovrane, nga cilën përfitimin kryesor e ka pjesa e pensionistëve, ndihma sociale dhe shembull ekselent është Norvegjia. Arsimi dhe dikush ka marrë rentën minerare, dikush ka marrë rentën e naftës, dikush ka kriju fonde sociale si fonde sovrane që shkojnë pra në momentin që jemi duke diskutuar skemën e pensioneve, por edhe mbështetje sociale në përgjithësi janë gati 720.000, 730.000 që përfitojnë, që janë shumë. Se mendoni edhe një shpërblimi thjesht për 100 eurosh për këta, i thonë 70 milion euro. Është kosto. Dhe më thonë, është një kosto shumë e madhe. Burimet e financimit, natyrisht mund tjetë edhe ulja e informalitetit, që është e domosdoshme, mund të shkojmë dhe në një rritje, ngritje të moshës së daljes pension, siç po shkohet, por mund të përfitojmë nga të ardhurat fiskale nëse ato rriten, krijohet një mundësi më e madhe, por duhet shikojmë dhe çik më përtej në krijimin e këtyre fondeve sovrane. Patëm një shpresë për naftën, po që nuk realizua, por mund t'i rikthehemi mund t'i rikthehemi prapë idesë së një rente nga mineralet ose nga një produkt tjetër, për të krijuar mundësinë e një fondi sovran që do mbushi kur themi pra ideja që nëse krijohet një surplus, ajo gjithmonë këto fondet në fakt janë duhet them që nuk mund ta kufizojmë, duhet shikojmë dhe çik më përtej në disa reforma shumë më të mëdha që të krijojmë një lloj stabiliteti. Sepse
është çështje që e kanë shumë vendet tjera, edhe vendet që janë demografikisht më stabil. Pra nuk është se ne jemi të parët që e provojmë. Këtë lloj fonde ka shumë nga duhet marrë. Po, Gjergj. Jo, do ta lidhe pak këtë që po thoshte profesor Civici me atë Spiragun. Jo, ato të maleve, atë projektin e maleve, ose si ishte Paketa e maleve. Shiko, po ta shikojmë me kujdes, çfarë jemi duke bërë këto 30 vjet, megjithëse do thosha që është thelluar që këto dekadën e fundit. Ne po ndërtojmë një ekonomi që po shfrytëzojmë burimet natyrore, sepse dhe vija bregdetare burim natyror është. Bile si kufizuar. Edhe malet burime natyrore janë të kufizuara. Ne nga një anë duam të marrim një rend minerare sa më të lartë, nga këto që janë burime natyrore, nga ana tjetër jemi duke falur ca burime tjera natyrore. Po në thelb, neve po zhvillojmë një ekonomi duke shfrytzuar kapacitetet të vendit, të cilat janë të kufizuara dhe ne praktikisht po shfrytëzojmë diçka që s'duhet sot ta shfrytëzojmë të gjithë ne, duhet të lëmë dhe brezave tjerë të vendosin çfarë duhet bëjnë dhe si ta shfrytëzojnë. Kështu që nuk e di që nuk ka të bëjë drejt për drejt me temën, po nga që përmendet disa herë paketën e maleve, desha të theksoj që me që është përmendur nga qeveria si stimulus për shqiptarët për të rikthyer dhe për të investuar në vendet e tyre, prandaj nuk është se jemi të shumë larg jashtë temës. Ju e dini kush janë deputetët që e propozuan atë gjë? Paketën e maleve? Njerëz që as marrën vesh nga ekonomia, as gjë. Ajo ishte thjesht ca grupe interese të vogla që kishin piketuar ca gjëra dhe shtyn këtë si mekanizëm dhe si formulë ligjore që ato të kapnin gjërat që kishin. Pastaj që mund të përfitojnë dhe ca njerëz të vegjël tek e tuk, tjetër është tjetër muhabet. Po nuk mund të presësh që kjo të jetë diçka që do na bëj një zgjidhje apo do t'i bëj shqiptarët që të kthehen. Në qoftë se ne do flisnim seriozisht për një rast si paketa e maleve, atëherë një qeveri serioze bën një studim, në angli quhet white paper, letra e bardhë. Ky studim nuk flet për një gjë specifike apo flet për modelin, dhe pastaj mbasi bëhet ai modeli, bëhen diskutime publike me ekspertë e tjerë dhe pastaj shkohet në pjesën e legjislacionit. Kemi bërë në një proces të tillë? Nëse nuk kemi bërë, atëherë mos i japim paketës maleve kredibilitetin që nuk e meriton. E vërtet. Jo, unë mendoj që unë e shoh shumë thjesht se një person që ka jetuar jashtë. Mendoj që nëse një vend i ofron shtetasit vet siguri juridike, vetes dhe të pronës vet, nëse i garanton qytetarët që taksat që ata paguajnë shkojnë realisht në përmirësimin e një sistemi shëndetësor, në një sistemi arsimor funksional, në një shtet ku nuk është rregull shkelja e ligjit për respektimin e tij, mendoj që këto janë bazat minimale se si një qytetar ta mendoj 2 herë para se ai të largohet nga vendi. Dhe nëse do të largohet, mund të largohet në rrugë të mirë, por të mos largohet për një cilësi jete më të mirë, sepse në momentin që ti nuk e afron cilësinë e jetës dikujt, ai mjet është. Njeriu do ta jetojë atë sa më mirë dhe nuk e kthen dot as me paket malesh, as me çështje tjera. Megjithatë ky është një diskutim që nuk kapet këtu, por besoj që thelbi i kësaj bisede ishte që pikërisht ka ardhur momenti që ata që drejtojnë këtë shtet mos mendojnë vetëm atë life span-in e tyre, pra vetëm sa kohë do jetojnë ata dhe pas tyre kombi apo shteti mbaron. Jeta vazhdon edhe pas atij që jeton 100 vjeç. Gjergj, faleminderit, Zoti Tuli, faleminderit Sheknesi, faleminderit Zalosha, faleminderit profesor. Sheknesi, të flasim për një temë e cila në fakt duhet të ishte një temë që duhet merren gjithë televizionet. Po mos harrojmë se do merremi me Ramadurën. Kaq ishte risori për sonte. Nga unë Sokol Balla, natën e mirë.